dua t'ju them dy gjëra. Unë kam qenë edhe antarja të Komisionit të Reformës Zgjedhore, kur diskutoheshin edhe për mënyrën apo sistemin e ri që do të kishim elektoral. Që në krye të herës kam qenë nga ato që e kam shprehur pa u vendosur ende se si do të ishte, që do të doja të isha në listë hapur. Kjo për një qëllim të thjeshtë, jo sepse unë dua të sfidoj fatin, absolutisht jo, por mendoj që... Se në fakt e sfidoni fatin, besoj, jeni koshente për këtë që e sfidoni fatin. Jo sepse doja të sfidoja faktin, por mendoj që të gjitha të avantazhin që mund të merrja, unë e kam marrë. Pra në kuptimin e listës së fundit e kam marrë dhe avantazhin. Që nga 2013 deri më sot, kam mbajtur disa detyra në Partinë Socialiste që kanë qenë të nivelit më të lartë mundshëm. Deri në kam qenë drejtuese e qarku Tiranë, kryetare partie e qarku. Kam qenë kryetare partie, kam qenë sekretare koordinimit elektoral të gjithë Shqipërisë deri para një viti, kështu që të gjitha detyrat më të larta të mundshme i kam patur. Që në këtë pjesë, çfarë do lloj avantazhi që unë të merrja, e kam patur ndër vite. Sot është momenti, si kundër ju e thatë, që unë këtë avantazh apo kontribut ta kthej në një mbështetje për Partinë Socialiste për të arritur që ne të marrim ato mandate dhe për të arritur ato ambicie që ne kemi. Dhe do duhet të them vetëm dhe kaq që e kam. Unë pavarësisht jam apo jo në politik, unë kam treguar që jam një aktiviste në shoqërinë shqiptare. Politika është një mënyrë për t'ia dalë të realizosh një pjesë të mirë të atyre ambicieve që ke si përfaqësuese. Pyetja ime me që jemi thua është kjo që nisur nga ky background që ju thatë. Krijon kjo një disfavor për një kandidat i cili nuk ka si vin eksperiencën tuaj partijake dhe është sot në listat e hapura. Është kjo formulë 90% e ngardhë e vjetër, 90% e ngardhë e vjetër. E kandidatëve që vinë listat e hapura që nuk ka një CV si ju, janë të disfavorizuar me këtë sistem, apo jo? Patjetër, dhe nëse më pyesni si duhet ishte sistemi, kam qenë me idenë që sistemi do duhet ishte i hapur tërësisht, përveç një formule korrigjuese për ata që e kishin për herë të parë, që ta kishin atë avantazhin fillestar, që kam qenë që në kry. Ndërkohë në anën tjetër, për të gjithë të tjerët, secili prej nesh hyn në një garë dhe jep kontributin e vet. Pastaj ka momentin e dytë që mund të kalosh në një listë tjetër, momentin e tretë. Unë e thash, unë Partinë Socialiste kam hyrë shumë herë, nuk kam hyrë në listë, po kam qenë që vëzhguese në komision, antare komisioni, kam qenë numëruese, kam qenë antare ZAZ. Në 2011 kam qenë antare ZAZ-s në Vasil Shanto ku numëroheshin. Nuk kam patur asnjë lloj hezitimi për t'u angazhuar dhe besoj kushdo që është një heroike e 10 votave. Një njeri që do të angazhohet në politik, si favorin, si disfavorin duhet ta shikoj si pjesë të asaj që është angazhimi. Dhe një element tjetër, unë jam caktuar drejtuese në njësi që nuk është e lehtë, nuk ka qenë kur bastionit Majtës, njësia 4 është bastion i të djathtës, nuk mendoj që është e thjeshtë absolutisht se paralelisht me objektivat elektoral që ne kemi në njësi, unë kam dhe objektivin për të arritur në gjithë qarkun, por ndërkohë në anën tjetër, besoj që te kam avantazhin dhe disavantazhin, pra zona dhe emri apo detyrat, po kaq besoj që pjesa më e madhe jona, sidomos garda e vjetër apo ata që janë senatorët apo edhe tjerë të rinj, do duhet kenë në objektivin e tyre kryesor realizimin e mandateve për Tiranën. Kjo është e para.